Drejtoria për Kulturë dhe Veprimtari Botuese pranë Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës organizoi konferencë shkencore kushtuar Ali Jakupit, dietarit të shquar shqiptar, i cili la gjurmë të pashlyeshme në historinë fetare dhe kulturore të kombit tonë. Në këtë ngjarje të rëndësishme akademike, studiues nga fusha të ndryshme përmes kumtesave të tyre trajtuan jetën, veprën dhe kontributin shumë dimensional të Ali Jakupit, duke ndryshuar aspektet të ndryshme të angazhimit të tij intelektual dhe shpirtëror. Konferenca u vlerësua të jetë rëndësishme dhe e nevojshme për të promovuar dhe ruajtur kujtesën e figurave të tilla të mëdha, të cilat kanë dhënë ndihmesë të çmuar në trashëgiminë fetare dhe kulturore shqiptare. Unë rreth parë dua të falenderoj me shumë respekt kontributin e Bashkisë Islame të Kosovës, e cila përveç shumë aktiviteteve një që bie shumë në sy është kontributi akademik, shumë i munguar në trojet tona, e konsideroj këtë aktivitet një margaritar të radhës të vendosur në kurorën e margaritarëve të dietarëve shqiptar. Prandaj kam një lutje, sidomos për myftyen, për angazhimin e tij për gjithë strukturat e Bashkisë Islame, sepse populli që nuk njeh historinë e tij nuk mund ta njohë aktualitetin e tij dhe s'mund ta njohë dhe të ardhmen e tij. Sa i përket figurës së Ali Jakup Efendiut, ai është një figurë shumë interesante. Është një njeri që nuk përdori shumë grada dhe tituj, po arriti të ketë ndikim i cili zgjat shumë sot tek shumë figura, tek shumë politikan, tek shumë personalitete në Turqi. Ali Efendi Jakupi ishte një personalitet i shquar i kohës tij, një personalitet i cili tërë jetën e kaloi në një lloj aktivizmit pa ndërprerje në të mirë të islamit, të përhapjes dijes islame. Natyrisht që nuk është njohur mjaftueshëm, sigurisht që vepra, puna e tij do të ardhmen do të bëhet objekti interesimeve më të gjera. Këta janë vetëm hapat e parë, sepse vërtet personalitete si Ekmeledin Ihsanoglu ose Erbakani, kryetari i Turqisë, kanë vlerësuar me themi fjalët më të mira dhe fjalët më të zgjedhura këtë personalitet shquar shqiptar. Fillimisht të çmoj organizimin që Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës ka bërë, edhe në kombëtesat e tyre u shpalos një fakt shumë i rëndësishëm që një personalitet i tillë jo mjaftueshëm është trajtuar dhe është sjellë si model tek të rinjët tanë, duke qenë se janë pjesë e një regioni ku ai ka gravituar dhe mësojmë në një vend ku edhe ai kishte mësuar në të kalumen. Vlerësoj që figura e tij e çmuar duhet të ngritet, vlerësohet edhe më shumë dhe të sillen materiale edhe më shumë rreth jetës së tij dhe veprimtarisë së tij, duke pa një qeltërsi në atë sinqeritetin dhe modestinë e tij në davetin të cilën e ka pas synim të realizojë dhe elhamdulillah e ka realizuar në nivel kaq të madh. Përgëzoj Fakultetin e Edukimit Islam dhe organizatorët që kanë bërë këtë rast, këtë event të rëndësishëm për jetën dhe veprën e Efendi Molla Jakupit. Besoj që do thotë jo vetëm për këtë figurë të kombit dhe të fesë, por duhet edhe të figurat e tjera të cilat janë lënë në harresë të organizohen dhe të qiten në dritë për kontributin dhe angazhimin e tyre për çështjen kombëtare dhe për çështjen fetare kudo që kanë kontribuar. Kjo duke qenë një konferencë mirëfillt, shpresoj të jetë një gur themel i fortë, i mirë për të organizuar edhe konferencat e tjera. Organizimi i kësaj trueze shkencore, kushtuar një eruditi, një alimi, një dietari, i cili ka jetuar për një kohë këtu në Kosovë, tonë dashur i ka marrë mësimet themelore, mësimet fillestare, për të vazhduar më pas nëpër universitete nga Stambolli në Kairo, e për të kthyer pastaj për të kontribuar nga tërë ai thesar të cilin ai e ka fituar gjatë kohës sa ai është marrë me shkencë. Ka gëzuar një autoritet jashtëzakonisht të madh në mesin ku ka jetuar. Emrat e njohur sot në vendet arabe, në veçanti në Turqi, me shumë kënaqësi e kujtojnë punën dhe angazhimin që e ka bërë Ali Efendi Jakupi. Megjithatë,
Sipas studiosëve, kontributi i dietarëve shqiptar duhet të promovohet në mënyrë të vazhdueshme përmes projekteve të ndryshme shkencore dhe kulturore. Ata paraqitin ide konkrete mbi mënyrat për të ruajtur dhe për të nxjerrë në pa trashëgiminë e çmuar të këtyre personaliteteve. Mas mirë të kishtë me qenë me pas një monografi, dhe thot të këtyre figura, ku dhe të mushen edhe dhe thot pasar rinia dhe dhe thot generatat që po vinë të shohin se çfarë figura ka pasur. Monografit janë shumë të dobishme edhe që ruhen në për biblioteka, në për institute ku mund do thot të gjithë të studiojnë edhe të kontribuojnë në bazë të tyre. Unë kam përshtypjen që ne kemi nevojë të hulumtojmë në thesaret që janë poshtë tokës tonë. Ne kemi nevojë për figura, për studiues, për hulumtues, të hulumtojnë në rajonin tonë, të hulumtojnë në Perandorinë Osmane, arkivat e Perandorisë Osmane. Unë kam studiuar pikërisht për këtë fushë dhe kam parë që kemi përpara minjera me thesare dietares, por që për fat keq ne nuk i njohim. Ndoshta një nga mënyrat është të përgatisim kuadro që studiojnë, që kanë durim të rrinë 5 vite, 10 vite, e të nxjerrin nga nën toka, nga ato arkiva të pasura këto figura, s'të dal nga dal, ne do t'i vendosim këto margaritar në vendin e duhur. Një ndër to do të ishte që të paktën të emërohen ndaj rrugë, ndaj shesh, ndaj institucion me emrin e tij. Ne nuk e kemi askund deri sot shënuar emrin e tij në jetën tonë shoqërore institucionale. Botimi i këtij libri, botimi i kësaj përmbledhje me shkrime për Ali Efendi Jakupin është hapi i parë. Organizimi i kësaj tryeze është hapi vijues shumë i rëndësishëm, por unë besoj që ka mundësi dhe ka hapësirë që edhe më shumë emri i tij të nderohet e të respektohet. Ne para pak kohësh kemi pas këtu Ihsanoglun, i cili në fjalën e tij u shfaqi gjithë miradin dhe gjithë dashamirësinë, mirënjohjen e madhe që kishte për Ali Efendi Jakupin, ndërsa ne pyesnim se kush është ky njeri. Përveç tryezave të tilla, besoj që këto nuk duhet të mbeten vetëm në nivel të librit të shkruar, mirë po të sillet edhe diçka audiovizuale, të përcillen mesazhe të ndryshme në forma elektronike, me porositë e tij, me veprimtarinë e tij më të veçantë, në mënyrë që të rinjët të kenë një qasje më të lehtë, më të madhe në atë se çfarë vërtet ka punuar dhe çfarë ka përfaqësuar ai. Keq për ne që e kemi lënë kaq shumë kohë pas dore dhe tek tash disa dekada pasi ai ka kaluar në amshim, të flitet për personalitetin e tij. Ali Jakupi dhe shumë kolegët e tij sigurisht se kanë meritue shumë më shumë se sa t'ju kushtohet atyre një konferencë ose një tryezë shkencore. Shpresoj që nga kjo konferencë të dalin kontributet mirëfillta, të cilat do të ndriçojnë edhe më shumë figurën e këtij dietari dhe të jetë një model se si të organizohen edhe konferenca tjera. Ali Jakupin nga Desivojca e Kamenicës mori arsimimin fillestar në medreset e Gjilanit dhe Shkupit për të vazhduar më pas studimet e larta në Kairo. Një pjesë të konsiderueshme të jetës së tij e kaloi në Egjipt, ndërsa pjesën tjetër në Turqi. E gjithë jeta e tij përfaqëson një shembull të shkëlqyer të përkushtimit fetar, dijes, edukimit dhe për ulësisë së një besimtari dhe alimi të vërtet.